Partia në pushtet VMRO DPMN, e cila në zgjedhjet lokale të 19 tetorit fitoi më shumë vota, edhe sot ka publikuar analiza partijake për rezultatet nga raundi i parë i zgjedhjeve lokale, duke i krahasuar me ato të kundërshtarit të saj politik, lidhjes së Socialdemokratët të Maqedonisë. Ata e kanë pasqyruar suksesin e zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar në vlerë përqindjeje dhe krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2021, thonë se kanë rritje të numrit të votave për kryetar komunësh edhe këshilltar në Sipas VMRO DPMN-s, raporti mes tyre dhe LSDM-s pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale është 10-1, që sipas partisë tregon se qytetarët kanë bërë zgjidhjen e duhur. Zgjedhjet lokale ishin dëshmi se nëse punon ndershëm me transparencë dhe përkushtim, populli do ta vlerësojë dhe do të shpërblej për këtë. VMRO DPMN fitoi 550 këshilltar në përkomunat e shtetit dhe në qytetin e Shkupit, ndërsa LSDM fitoi rreth 230 këshilltar. VMRO DPMN fitoi 12000 vota më shumë se në zgjedhjet e kaluara, ndërsa LSDM humbi 111.000 vota. VMRO DPMN fitoi 11 më shumë kryetar komunash në raundin e parë, ndërsa LSDM humbi 6. Sa i përket kandidatëve të tyre për kryetar komunash që do të garojnë në raundin e dytë më 2 nëntor, nga VMRO DPMN theksojnë se ata janë favoritë në të gjitha 26 komunat, ndërsa bëjnë thirrje qytetarëve që të dalin masovikisht për të votuar. Ndërkaq, sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, VMRO DPMN dhe koalicioni kanë marrë 301.720 vota, ndërsa koalicioni i udhëhequr nga LSDM ka marrë 125.758 vota. Krahasuar me dy ciklet e mëparshme zgjedhore, VMRO DPMN të dielën ka marrë rreth 135.000 vota më pak se në zgjedhjet parlamentare të majit të vitit të kaluar, por rreth 10.000 vota më shumë se në zgjedhjet lokale të vitit 2021. Ndërkohë, për LSDM-n, rezultati së dielës është më i dobët për rreth 30.000 vota, krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar dhe rreth 110.000 vota më pak se në zgjedhjet e vitit 2021.